peshorja. Në qoftë se i keni ndjekur horoskopet e mia njerëz, do ta keni vënë që unë nuk jam një cinik pesimist, i bindur që për të pasur sukses duhet të vuash. Jo, absolutisht. Përkundrazi, mendoj që duke qenë të shëndosh e të lumtur, mund të jetoni shumë momente suksesi. Përvojat e bukura që ju kanë dhënë, edhe kënaqësi, mund të jenë një rast i shkëlqyer edhe për të mësuar diçka. Gëzimi dhe liria mund të ngacmojnë gjërat që në rast të kundërt do të ishin të fjetura. Nga sa më sipër, do t'ju jap një sugjerim ju peshoreve që mund të duket në kundërshtim me sa ju thash, por në fakt nuk është. Në 2 javët e ardhme, do t'jetë momenti i një rënje, a një zhgënjimi, a një dëshpërimi, a diçka e tillë, që do t'i jap fund disa gjërave që tashmë ju ka ardhur koha të mbarojnë. Është një periudhë kalimtare e rëndësishme që do të shërbej për të rinuar e për të rilindur. Okej?